Nderuar miq të rëtërisë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi mbrëma dhe mi së takohemi në emisionin e rregullt javor, të njohim të vërtetën me profesor Dr. Shevqet Krasniqi, jemi live në rrjetet sociale, pra në Facebook Dr. Shevqet Krasniqi, po ashtu edhe në RTI. Përmes linjës telefonike në 046220022 mund të bëni pjesë e këtij emisioni për të bërë pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrur përgjigje. Hoxhë nderuar, selamu alaikum i sirde. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se gjej. Atëherë, pa unë përkohë kalojmë tek pyetja e parë për sonte, ku thotë selamu alaikum, gruan time kam varros tek prindërit e vet, e kam bën mirë dhe unë kur të vdes, a ban më varros afër gruas. Dhe po ashtu thotë se a bën varrin e saj me rrethu me lula të plastikës dhe kur shkoj te varri i saj, a më sheh ajo mua dhe ai dëgjon ajo lutjet e mia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Allahun e falenderojmë, salavat e selam pejgamberit të bekuar e dërgojmë, familjes e tij të nderuar, shokëve të tij shumë të respektuar, edhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën e atij burri të madh e kanë ndjekur dhe e kanë trasuar deri sot e kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, varrimi i gruas tek familja e saj, respektivisht afër prindërve të saj, është e krejtësisht në rregull. S'ka asgjë të keq aty. Plot gra e lojnë në manet me u varros afër familjarëve të saj, prindërve, vëllezërve të tjerë. Në rregull kjo. Këtë emanet duhet me qenë në vend, sepse është në përputhje me normat ligjore, nuk kundërshton kur gjë, pa e them këtë sepse disa emanet është haram me qenë në vend. Disa emanet është haram me qenë në vend. Për shembull, nëse njeriu para se me vdekje lën emanet, pra lën testament, më mirë me thonë, po edhe emanet s'prish punë, porosi, që të varroset me arkival, nuk bën me qenë emanetin në vend. Ose e lën që të varroset pahoq, që nuk dishta me thonë, por e the, nuk bën me ngu. Ose e lën të varroset, emanet të varroset me që thënë këty në farë se muzikët klasike që përdorin do muzikë për është një shprehje atje për rastet, po për rastet të pikëllimit, është një farë lloj muzike thojnë, ajo është haram dyfish. Tamam, ose e lën testament thot, në varrimin tem nuk dua me ardhë filani me marrë pjesë. Nëse është prej lidhjes fare fisnore, që ka obligim farz me rujt lidhjen me të sa të është gjallë, nuk ka të drejtë të lë emanet, por nëse më lën emanet respektivisht testament, që mas të merr pjesë filan për shembull e prish me një vëlla vet, me motër vet, se motra me vëlla, që është ndodhë të shqiptarët. Dhe nuk e ka gajlen për vetë që ka e gjanë në varr atje, nuk e ka gajle. Por e ka gajle që filanën apo filanën nuk du me pa në varrim, apo ja u la emanet mas me leni me hartë e vorët. Krejt këto dhe të tjera të ngjajshme, emanete testament është ndaluar me javëqo të vdekur në vend. Ne nuk mundemi me i nalë ata mos me lanë këtë emanet, por mundemi mos javëqo në vend këtë emanet. Tamam? Këtë testament. Andaj edhe kështu duhet të veprojmë. Por, nëse është në përputhje me normat ligjore shariatike, se kur rasti në fjalë për të varrosur tek prindërit apo tek familja e sajna, këtë emanet duhet me qenë në vend. Që pyetja tjetër, a bën me rrethu vorrin me lule plastike, edhe kur qëkaja të amshaham dëgjan aqë. Po, dëgjan të sheh ty të i kajt atë, edhe i dhime ishte një shpirë të i kajt,
po lejet muhabet Allahu në gjennet qoftë. Po qysh thët muslimani, a bën me rrëthue me lulat plastikës. As me plastikës, as originale. Lulat me pas mrena, jo jashtë. Jo jashtë. O ju njerëz. O ju njerëz. O ju njerëz. Mos qitni bidatën fe. Se keni aran. E keni aran sa t'jenë në varë. E keni aran në ditën e kiametit. O ju njerëz, mos qitni bidatën fe. Mos qitni bidatën fe për i zadë Zotit. Se ja shehni sherën e nuk i del ilaq. Do këtë sen i vogël, por është bidat. Bidat është eresi, është haram, eresi në fe. është ndaluar shariatikisht. Nuk është traditë e muslimanëve. Prej Hazreti Ademit, alayhi salam, e radhës e pejgamber mas pejgamberi, edhe ata që kanë pasuar pejgamberët, kur s'ka qenë traditë e tyne, që varrezat të zbukurohen. Kur? Për atë, varrezat të qifutve, varrezat të krishterëve para se marrë sistemi komunist, krishterëve që i ruajnë parimet fetare, ty në që të që i kanë, varrezat e muslimanëve në veçanti tonat, muslimanëve, para se marrë sistemi komunist. Qysh kanë qenë? Një guri. Me gjithse, Osmanlit e kanë të pruar. E kanë të pru. E kanë të i kaluar. Normat e lejuara. Por, e kam e pak që e kanë të i kalu pas të muslimanët, pas ardhës e sistemit komunist. Ju shofëm njësat shumë varreza. Kjo është haram. A je razi me rëndu të vdekurin? Jo. Pse paranan? Po qka? Ndihman? Jo, më nuk ndihmot që të vdekurit. Po parandat vdekurit. Bënë mend nesër në ditë kiametit, mëse harra. Të thëtë baba, a djali, e vllava, pse more birë, o më ranove dhe mas e vëdiqa. Pse more birë, më randove varën e pa të aranë dhe mas e vëdiqa. A, që si e vladi lash për masën. Që i thu? Nëse thu babë të më këmësu, a e ka dhe marën. Atër hapsa birë më ngove. Kështu që nuk ban. Harrejate. E lutet si lutja i ndëgjan po. Lutjet i shkojnë të vdekurit. Edhe lutë për te. Edhe jep sadaka për te. Edhe kaqë. Kemi telefonatin kuadrojmë. Selamu alaikum. Selamu alaikum, nëse po dëgjojmë telefonat ordnoni me pyetjen. Mirë Rama. Mirë Rama. Selam aleikum, jam një motër muslimone. Deshta me bon një pyetje, unë falna që 20 vjetë gati, a gjëraj e kejtë. Po tash, kohë e pushimët, nonën e kam Kosovë, baba më ka dekë që 4 vjetë, po që një mu i këshyri biletat edhe nuk guxoj me rezervu biletën, po kam frikë. Që am
thonë hoxha se për herë po thiri, po çdo emision në live nëse se këqyri, gjithë e këqyri në YouTube, sumik as një emision i ti, e Allah e rujt, hoxhën juve e krejt muslimanët. Po tu të shbehi për në aeroplana? Po edhe pse kum hyp disa herë, po vjetë jam konë heq, si vjetë tash edhe ma shumë po tut na. Do të meni pas pak këshillën, ju përshëndesim, selam aleikum. Aleikum. Jo, i motër. Oj, musliman, a? S'ka pa shfaj? Po, për shkak të aeroplanit. Pse s'ka faj? Fobi, unë kam fobi, kanë. Kur kam lexuar në një gazetë, paraparsisht sakt numër më se merr, se 70% të gjermanëve tutën e hip në aeroplana. Andaj, shumica absolute fluturimeve mbrana qyteteve Gjermania shumë e madhe është, i bëjnë me trena. I bëjnë me trena, por jo me aeroplana. Pra ata aeroplanat janë më lirë sa treni. Mbrana Gjermanisë. Kur kam lexuar këtë më çudita. Më çudit. Por në anën tjetër, ata janë jo musliman. Kur është puna të tuta, po do të shpresa dhe këtë jetë e robit. Muslimani do të jetë ndryshe. Qëndrimi muslimanit, karshi kaderit, se kader kja, thuj vdekje, se vdekja o kader, është qëndrim që ndërtohet me parimin e besimit në Zotin. Mbi parimin e besimit në Zotin një, i cili e ka shkru, e ka shënu, e ka ditë, dhe ne ka shënu. 50.000 vite, 50.000 vite, para se me krijuar tokën dhe qiejt, kohën, vendin, edhe mënyrën se se kemi më vdek. A kemi vdek në hava në altë, qiell, a kemi vdek poshtë. Vdekja nuk shtyhet para s'mrapa. Unë kërë kam shkull, e kam një liber për vdekje. Që është liber kujtoj e vle me lëzue se cili njeri. Se vetë atë ka kam shkru vetë, nashta shumit se ti kam shkru apo në pjesë madhe me letë. Me letë. Ato tani shumë gjana e kam cekur, e shumë tjera kam lënë pa i cek, mësë me vë librën e madhë, po ndërto. Për shambull, që cek një draste, kër punat e deka. Allahu ka thonë në Koran, për Idrisin a.s. O rafanahu mekanan aliyya. Ne kemi ngrit Idrisin në shkallë të lartë, shumë lartë. Tamam? Idrisi a.s. pejgamberi i Zotit. E kish pas jaran një melaqe. Pejgamber flasin me melaqe. Për njëra për melaqeve ka arë ma shpesh të Idrisi. Kër e vrejnë kësë plake, ka arë koha me dek, thët melaqes, nëse ta kanë melaqe në vdekjes, thuj, pa ma shty në vdekjen. Jo për me jetu në dënja, se s'pëm vynë në dënja, edhe fakt pejgamber nuk e dojnë dënjan, por me punu amelet mire, me adhuru Zotin. Me adhuru Allahun. Idrisi ka qenë rob shumë i devotshëm i Allahut. Se tonë pejgambert. Melaqja thot hajde me mu. Hep shpinë. Edhe përpjet me krah drejt qiellit.
në rrugë e takon me laçin e vdekjes, në rrugën qiell nalt. Dhe thot me laçës së vdekjes, ke me laçja, kam një kërkesë. Një kërkesë, një shafat ndërmjetësim me bash. Mikun tem Idris alayhi salam. Me mjashtu jetën së me marrë një herë. Shpirtin, sepse po do në punu punë të mira, i bandet me bo. Tha pse ku është Idrisi? Idrisi qep mas meqë të me. O në tha peshe që Idrisin, do një marrë shpirtin qillin e 4, qillin e 4. O në peshen që tapën që ka marrë me laqe e vdekjes. Me laqe e vdekjes, e mërë defterin, listen, e njerëzët që kanë me vdek për një vit, pja e freka kullu emrin hakim. Në të caktohet gjithë të gjahë, natën e kadrit. Resko, sa ka mëra shi, kush ka me linë për këtë vetë, kush ka me vdek për këtë vetë, natën e kadrit. Me la që kam më thotë, nuk marrë listën, e këtyn që kanë me vdek. Idrisin, va thotë këto, do të me marrë shpirtin, qillën e 4. Unë e pa thëmë Idrisin tokë, ka këtu pa thotë me marrë qillën e 4 dhe shohë zotë jam, që është bëhet kjo punë, a Idrisi ka shku këtë naltë atje, dhe atje ty bë një falë asë dakik. Asë një dakik se falë Idrisit, asë kërkuj në heqë. Dhe mor, tash të ka jetë koranor, të ka jetë ka thonë ulemat, është për qëllim se Idrisi unë ngriti gjallë në qillën e 4 të dynjas dhe atje mor shpirtë me laqe e vdekjes. Shkru me dikë në hava, në lartë, në qillë. Dhe Suleiman alayhi salam. Suleimani i ka dhënë Zoti pushtet që s'ka dhënë kërkuj në dynjat, as ma herët, as ma vonë. Në palatin e vetë madh gjikant, po i mbledh parinë e vetë. Generalat, vezirat, ministrat, por pa ka dhe gjin, shejtan, në mëjlis. Afer e ka një pej ministrave tina, afer në të djathtë, edhe për hin të dera kryesurat që në palat, për hin një njëri, i pa njefshëm, edhe po fokusohet në këto, e s'pjadan këtina sytë heqë. Kë për tutet pak, që kam këshyra i mua ashtu, pas flet, para mretit nuk flet, Suleiman ka qenë në mret. Kër shkaj me laqja, kër shkoj përfëndim e zhlisi, kë për thëtë Suleimanit, o i dash në Zotit, që njeri që hini kushke, se të më rrumë ka. Që a i tha, a e kemi laqja vdekjes, arë fort njeri jut, ko për muza pas na me dek. Rezat Zotit. Shumë të të që për desë, për e zatë Zotit, tje i dashni Allahot. Allahot ta kalon erën në dorë. Ushtëria Suleiman ka qenë edhe era. Thu erës të mbartë. Të më qënë diku një ndi që ka njej për indi pej Palestinës. Një ndi. Ane. Dhe ka për qënë hop një ndi. Me la që vdekes vjen nesërmen apetasht në mëjlisë Suleimani. Dhe në fund mëjlisë Suleimani pyet, thot, që e fokusove njerit e tranove gjë shumë të tëtë. Tha, kër hina unë e pasha ta, o që dita. Në defter shkruj ke, mja marrë emnin indi, mja marrë shpirtin indi. Kë është këto, qatë ditë ka me dekë. Qatë ditë ka me dekë. Pra kjo në Palestinë. A unë jam i urdhëru mja marrë shpirtin në indi, e që dhe që që shbohat kjo punë, kër shkaj një ndi me qurë në zotën venë, i shka në aty kë para me shku. I shku para me e, ka gjithë gatë shumë. A mujti me ikë? Nuk i ikë e to muslimon vdekjes. Tuta nuk ta shtyn kaderin, as nuk ta bjene gjelin. Nuk ta ndryshon. Tuta është një barë friga, është një barë që e ban njeriu këtë këtë. Një barë që e barë njeriu këtë këtë. Kaqë. Fundja kena një marë fort. Ne jena musliman. Jena hip me bismillah. Jo kem shtetë Allah. Ne dim se pra deka s'ka mërët atë më vonë, pastaj shpresim të Zotit që gjojna mirë atje. E ata që nuk besojnë e heret, e ata le tutën.
Sa ata s'kan ku shkojnë. Kështu që motër, tutën e bëmë dy hava, letë me se lipe aeroplanit, për shteti Zotit, Allah me se batë punë për. Kështë ka zorë rastë tjera, pa mos me marrë kose. Se kemi edhe shumë telefonata dhe shumë mesazhe. Kemi telefonata në radhës, po inkuadrojmë. Selamu alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum. Aleikum selam. Dhe ishta me abone pyetje hoxhës nëse bon. Po urnoni. Dhe ishta me vetë hoxhën, nëse është këtu në Evropë votojmë shtunën kena me votu, ju më duket e keni ndillën atje. Nëse me votu s'kum votu kur hera parë që po votoj, po qëllimi pse po shkoj me votu është që mos e qeveria në pushtet që është vendosin me marru xhamin e Ibrit. Edhe premtoj më duket që kanë bollën atë kanë nënshkruar dhe deklaruar atë farë që shuhet ai farë nëse plane e kreta të sonë. Po deshta me pyet hoxhën pak diçka është të më pengu se pishët është në kohën e fundit kanë fillu këta me thuje me ataku njën e tjetrën, jo ajo është musliman, jo ky s'është musliman, jo ky folet, jo ky s'folet, jo ky e di shahadetin, ky s'e di shahadetin. Dhe shta vetë hoxhën, a kanë drejt ata më na përdor, për shembull më përdor fejnë tonë, se na e din sa janë musliman këta qeveritarët e tonë, na e din sa janë këta musliman. Po a duhet na me ra tash viktime tyne se ju besu na atyne me thonë se ky beson, ky është musliman, ky s'o musliman. Edhe a kemi drejt na me marr vetëm me marr na vendimin tonë, edhe mos më na interesu kur gja, a është musliman, a s'është musliman. Po me shku veç në mendimet e tona si musliman, me thonë që ky është i mirë për shtetë edhe voto që ta. Kjo është pyetja jam për sonte. Faleminderit, ju përshëndesim. Aleikum selam wa rahmatullah. Shqa, liderët tanë, politikanët e përgjithësi, më dhe në formën edhe më të përgjithshme, njerëzit me post, me poste, sa do pak, dhe larderit, poste më të larta, si shqiptarë në Kosovë, jo në Shqipëri, ka një frikë, ka një dro, frikë dro, me të regu atë që ka janë mrena. Dhe kjo reflekton se rrjedhoi si rezultat i të qenërit të tyre servil, të tjerëve. Mundohen me nërrue, apo me mshef identitetin e tyre fetar, në veçanti para faktore ndërkombëtar. E që dalin qatë që sharak, dalin qatë të legjë, sa që pes pare, rrët populli fjale e urtë, pes pare bërrinë kjo jetë, pes pare ujnë ftyrë tyne si jetë. Për kundër shqiptarë në Shqipëri atje, liderve shqiptarë në Shqipëri. Për shambull, që tash, këtu ditë, presidenti i Shqipërisë ka qenë haqë, ndoshta është këthi nuk e di, ka qenë haqë. Po të ishte shkue presidenti jonë haqë për kryeministja është bo? Shumë madhe. Pagimit shumë të do të kishte. Po, pra, këta servilat, se hanë lëpirsat e anti-islamistat, ju kështë qky goja, të folë, pse me shkue presidenti, apo kryeministri në haqë, e na jena shtet laike, na s'kem pun me fejë, nuk thët, o në s'kem pun me fejë, po thët na.
që më dhëtë, mu ma imponu të shëndim, më detyrua dhe mu, dhe më detyrua dhe një 90% mas pakti, më detyru që na me thonë që pëthëtaj. Se jena në partin kohën komuniste, kur flet Fadil Hoxha, apo Enver Hoxha, apo Tita Kardeles, atje, në atjerë me thonë amin. Qa si truni kanë. Ta kanë harru që sot kësënim panën mu. Së më nëjmë panën mu. Së më flet në amën të amaj. E ka harru. Apo bo shtihet që ashtu. Dhe krejt kjo, të shfrytëzue ligështin, dobësin e muslimanve. Neve këtu. Se komuniteti më shumica absolute në Kosovë. Tamam? Sepse këta, kur rinë në për fëshata, me që janë ti të mbëllta në për oda, në për neje, këta, që është dinë më të shqitë musliman të mirë, sa që ka një herë edhe ty, edhe shumë të tjerë, se mu nuk e besoj. Ta mund të shqitën, po si shqitët, mund të shtijen, po si shqitët, të ta mushin menjen, që janë më musliman të mirë, se sa unë e ti. Dhe sa ta bojnë për fe fort, e që nuk duken. Monafik. Hipokrit. Hipokrizia kjo. Dhe të tjertë me një ftyrë, të këtë tjertë me një ftyrë. Mrana partis me një ftyrë, mrana ndërkombëtar me një ftyrë, mrana muslimane me një ftyrë. Qa e thingë se, kalëzëm, sa ftyra në këto? Sa ftyra në? Tash imagjinoni, del atje ai kryetari i bashkisë New Yorkut. Am shefa islamën e vet? Dhe Zahrana pse quhet ai? Am shef islamën e vet ai? Pse më shef islamën e vet ai? Dhe tani çoni kallabllakët tash, për Beram ka qenë debat tash. Dhe çoni kallabllakët e kongresmen që se fan njerëz atje ka anti-islamista sa të dush, të cilët Amerikën dojnë një prish ato Amerikës me bo shtetë islam, muslimën dërarë, fjallë kota, e sa të dush, po të qonë të njëjtin shtetë, kongresmen të tjerë, me që antidemokrat, të cilë thënë se këto e në vlerat Amerikës. Liria e plot fetara është vlerë Amerikës. Pëse mës jetë vlerë e Kosovës? Pëse mës jetë? Të të hanë 700 dash me brines, një par brine në gjithi, ja, në kryhet, qafën e thefsh. O dhe, të Allahile, në kryhet, si në kam. Por, mo më së më pëngo zëtni. Mo më së më pëngo. Kështë që na jenë ata të cilët, po dërëzohën para tyne. Vjen një qëse farë, që ta shofë shata, vjen një kandidat i një partije, dhe apatra ma shumë, dhe lipë ku ka ma shumë vota, jepin premtime, dhe zatohen, të shiter musliman, ku ta dion, me të marrë votat. Se zati nuk e thuti. Se zbohëm një më të fort. Se themi njerëzve në sy. Musliman dhe të me qenë maunik. Pra, fakti që ne jemi sëllë jemi shtu numër, jemi vedjesu për nga vetidia, po kemi ndikim në votë më shumë se sa me parë, partit politike, që shtati pak më herët, jo të pa i që foli, tash pa flasin për feje, për natanë, për këtanë, po. Se për ndryshe, pasha, zotën s'ta kësh përmen emnin feje, asë gjami kërkush. Nuk thishtë më herë që thash, jo që këta në shpirë të rejnë fejnë krejt një pjesë, po, por është kak servilizmit dhe lekshti si tyre, pa borni, lekshti. E njëri kur s'ka borni, njëri kur është karrierist, njëri kur dënë për shtet me çdo kusht, pas pozit, ai nuk lën gjapa po. Nuk lën gjapa po, për marë për shtet në. Kështu që ne si jem kondër kërkujna, po të njëjtën kohë nuk do të më shqit një lehtë.
Musliman do të me vetëdijsu. Një herë, ka përmi 15 vjetë, një kandidat për Prishtinë. Ma kështu do fshatar të mita ndekin dhe edhe o takum. Mas gjahmis, përëm kaj kafe, pak dit para zgjedhjeve, për kërtarët komunave. Dhe më një muë e bëmën atonë në kiton këta dione me full gjemate, ngove, më fënë thash, qka premton ti për Prishtinën për interes muslimanve? E orme lipo, qka jap? Qka jap ti muslimanve? Që programën ekonomike tjere, që s'pët vetën, ka kusht korrigjon, ka kusht debaton, ka edhe nëpse ke shfashta atë programe tjere, por qka i ndihmon të muslimanëve? Qa ke mendu ti për muslimanët? A midis Austria atje, midis Danimarka atje, midis venev tjera në Anglija, në Belgjiko dhe dijone, a kërkan votat komunitet muslimane e New York në këtë botën, dhe ju premton se unë juve, ja u japeni trot për gjami, e futi landën fetaren, në kantonin tem, në republikën tem, sepse kanë ligje. Kanë ligje. Bëj për musliman diçka, e pënsej një hoqë, ose një prefte pënsej, për fejnë krishtere, hoqën për fejnë muslimane, në komun, për mi bojnë një qa, për këta. Të edhin që në shumicën e shtetet evropiane, në shumicën absolute të shtetet evropiane, në për komuna për një preftrit, që kërin detyrim obligime fetare, punëtori shtetet për në komun, bashki. E pëse mëse përnu të na? Se? Hala basja islamet të ne, se muslimanat që i qëjmë krahtë alamet jem dikushi, është barazëm në shëqat që thëmilu dja për dje. Që sa format kërkosh? Kjo është qëtësuse. Nese, zotën e drejtor, po. Blok marketingu dhe rikthehemi në studio, shëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën dhe pa humbur ka drejmë telefonatën e radhës. Selamu alaikum, përshëndetje. Aleikum selam, ju përshëndetje juve dhe hoqën e nderuar. Unë jam një motër muslimane, praktikuese, dhe pyetja ime kishte me qenë burri jem, do me thonë nuk e beson sunetin, vetëm Kuranin, edhe thot që duhet mi falë vetëm 3 vakte namaz e jo 5. Unë për vete, kur ka dhe zoti, kur ju mullzu, unë çdo javë do me thonë xhami, qysh ne e kena mësue, 5 kohët namaz janë, mirë po ai thot nuk lexon në Kuran 5 kohët, vetëm 3 e ato hadithet, ato do me thonë nuk janë të vërteta, ato edhe unë nuk di që shmija spjegu, edhe kështu që do ashtë me pyet hoqën Kur nëni ju? për me na spjegu. Kur nëni ju? Unë jetoj në Gjermani. Rregull. Do të merrni përgjigjen pas pak, ju përshëndesim. Edhe një pyetje nëse ka mundësi. Po, nëni. Hoqë ndëruar, pyetja ime kishte me qenë, unë do me thonë kam fëmijë, edhe vazhdimisht ja kujtoj namazin, edhe rregullat edhe krejt, mirë po me vështirësi. Po çfarë gjykimi do të ketë, do me thonë nana kurse ja kujton vazhdimisht, edhe qofse nuk e falin rregullisht, po në mundona vazhdimisht m'ja kujtu për ditë. Rregull, faleminderit, ju përshëndesim. Faleminderit, Allah ju shpërblet. Me ngjitëm inshallah. Selam aleikum. Janë një grup njerëzish të quajtur Kuranista. Kuranista. E që nën kupton, ata besojnë vetëm Kuranin si libër të shajt, sikur se ne të tjerët, por të vetëmën referencë, të vetëmën burim qiellor. Që nën kupton, çfarë ka në Koran e marrin.
Çfarë ka jashtë Koranit nuk e marrin. Nuk e marrin. Dhe si rrjedhoj runa Zot, lojnë pastaj, sot të dush farza pa i kry. Vjen ma lehtë. Vjen ma lehtë. Ta njerëz janë shumë të rrezikshëm për Islam dhe për musliman. Sigur se shijat atje, sa të falin 3 vakte, të cilët shtiren, po shiten, shtihohen, thënë veti, se jena musliman, madje musliman hakikat, musliman tamam, në fakt janë fe krejt tjetër. Fe krejt tjetër. Edhe këta koranistat, këta janë këtë zërnisht. Ta kënë tokë të bukës nuk janë. Shijat atje, i përmen përsërish më këthyt e ta, burimin e dytë, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sunetin, krejt e hedhin në shport të bërlogut për pas 3, 4, 5 transmetues. Shok të pejgamberit. Tamam? Për ndryshe, ata nuk e marrën Bukhariun, Muslimin, Abu Davudin, Tirmidhiun, Nisaiun, Imam Ahmedin, Muwatta Malikun, këto që cilat janë referencë për muslimanët, ata nuk i marrin. Kështu që ata thojnë e kena transmetimet tona prej Alil Bejtit. Këta koranistat s'kan hiq, edhe më zi hala. Edhe më të rrezikshëm, po dalin se sa shijat. Agjerojnë ta njerëz. Edhe 3 vakte që thaj, këta e thënë 3. Anë pëse në Koran se i këtë 5. Korani jep shaj për 5. Por, jep shaj edhe për 3 kohërna, jo 3 namaze. Në mëngjes, mesditë dhe mbram, për mbrami është akşam dhe atësia. Në mesditë të dreki qindia, bëjnë 5. Por, edhe shtëtëria si mbas tyne, qysh falen? Qysh e din ti me Koran, qysh me fal namazin? Hajt, ama një formë të namazit, ose ama të mu një formë, qysh agjeran njeriu, veç me Koran, pa bazun hadith, pa bazun praktikën e pejgamberit. Praktika e pejgamberit është hadithi, është sunneti. Ama një formë, qysh agjerohet pa pejgamberin, pa pasë rnekate, respektivisht fjallët e tina, veprat e tina. Ama formën e bërjes së haqë, and haqit në haqë. Qysh e ban haqën? Qysh e ban? Hajt. Allah përmend tawafin. Allah përmend Safan dhe Marwan. Po. Allah përmend Muzdalifën. Ose përmend Minën. Përmend Arafatin. Qysh rëndi këto? Kur? Qysh bën këto? Kallëzëm qysh? Sa herë të sillet në rreth qapës? Kur numërohet një tavaf? Cilat janë rënditjet e vëlla?
Tash imagjino ti, një kallabllak, ta zami shkojmë shumë, ta zami çfarë që kemë përpara. A ka kallabllak mjetë mrena që kë? Po kjo është fush në veti. Montimi tyne, rënditja tyne është fush në veti, art në veti. Dhe sa duhet që të me përpara mu të në këto. Nëse nuk di dhe ti bashkë me montu, çka bëhet? Kurqë. Sens përfitun për tina. Ashtë ashtu? Sens përfitun për tina. Kështu që edhe letjen, këto të cekura, sa do në Koran, nëse të nuk din me rëndit, çka bëne? Çka bëne të regëm? Çfarë muslimani, që shë adhërën Zotin? Që shë ndonë reqatet? Qka është një reqat për ty? Sa reqate ka dreka për ty? Sabahu, akshami? Që shepet zeqati? Që shepet zeqati ti me Koran pa hadithe? Kush e ka kuptu Koranin me se miri? Cili është roli pejgamberit Muhammed? Sallallahu alaihi. Cili është roli tina? Me spjegu mesazhin e Zotit. Me spjegu Koranin. Pastaj në këtë Koran që këta besojnë te, si vetëm në referencë, besojmë dhe ne, po jo të vetëm në referencë, në Koran janë disa ajetet të cilat aludojnë, tregojnë se Allahu përpos Koranit i ka dhënë edhe hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se Allahu ka urdhëruar me 10 ajete koranore. Çka të flet pejgamberi me marr pej tina, bre. Të shpëmërsen pej tina. Allahu po thot për te, wa ma yantiqu anil hawa in huwa la wahyun yuha. Nuk flet me hamendje, keq ka flet shpalli prej Zotit. Ta qëtët që flet pejgamberi që ka shpalli e Zotit. Ti pjem me han, ti pjem shef, ki shpalli e Zot. Me çfarë të drejte? Me çfarë të drejte? Kështu që këta njerëz janë rrumna Zot. Nëse këtë me gjatë, po këtë të rëgohë për ata që në kuptojnë. Andaj burrët atje është ndikuar, është thuaj ndryshe në gjuhën sistemit komunist është indoktrinuar. Me ide të mbrapshta, rrumna Zot, me ide të mbrapshta. Allah e drejtoft edhe zoft, për ndryshe me zavë vdekja këtë gjendje ka punt tepër keq. Dhe po është në pyetje për fëmijëve që ja bën me dije që ka namazën në obligim, mirë po ndonjë me vështirësi. Po i motër, qashtu është. Fëmijën e vegjël, për ata është tepër e rëndësishme mënyra e edukimit të fëmijëve dhe fillimi i edukimit të tyre nga vegjëlia. Si t'ja njësë fëmija me folë, të bujnë 3-4 vjetë e 5, se mas shumë të me njësë ka pak fëmijëve me mësu për fejë, me mësue Fatihan, me mësu ka pak në i sure, qoftë duke belbizu ka pak fëmija të kanë atë theksin e lezet shumë, kër i thëjnë surët, mënuar me shqiptu, kër t'i ba 6 ditë me mësu hala pak ma mje, kër t'i ban 7 me njësë më falë. Sepse fëmija në atë mosh, Pello trunin e pasan prindin 100% kollup. Instinktivisht. Fëmiu e ka në mendjen e tina, në egon e tina, me pasue prindin. Veçanti djali babën, vajza nanën. Kështu që kur të shofin nanën, apo babën, apo të dytë, duke u falur, ata me kënaqësinë më të madhe fillojnë me falë. Njëherë nuk e dim vlerën e namazit, sigurisht, por falen për hatër babës e të nanës. Dikur e kuptojnë rëndësinë e namazit, falen për Zotin, por namazit tashmë është bërë shprehi. Veç që ashtë në elementin e bindjes, se namazi është për Zotin edhe nuk bën më lanë. Dhe tani ja u kujtan herë, robi të mi, jo e vlad, namazin.
O vlatë e mi për e zatë, Zotët namaz me se leni. Se latë namazin, një namaz me lanë, ke i bie në njërë figurative, anëpse ngjashmëria është e largët, por sa më afru pak, si kurse ndërton të një objekt sa do të mirë, dhe ke bën katën e dytë një banjë shumë të mirë, por shumë pak një lëshim i vogël, bën lëshim i vogël dhe ka pak për rjedhujt. A mund thuhet se gale se ka pak për rjedh? Po e ka pak vjen të rrit. Dhe një ditë këmë ta marrë shpinë krejt, këmë ta që poshtë krejt. Kështë që nuk ka këtu ka pak namaz, në namaz, në vrime, po me ndëpërtu, në namaz, me shty pas kohë, me lane, runa, zët, plas, fut plasëritja mranda imanit. Është rreziku i madh që të rënohet krejt. Andaj mos lejen në mënyrë kategorike. Namazi me ti ko vladi jam. Kemi telefonat për inkuadrojmë, hala? Assalamu alaikum. Aleikum salam. S'për të uj, për kom nëzat namazit ma shumë, ka përforna, se më konë kam prejk dikush, por se më konë, kom shumë përshëtësura. Edhe herë? Nëzat namazit, se ma shumë, po jem të i po namaz. Po, Se më konë të i prejk dikush, më shvinde. Ka vese, s'ku përrejt Tamam. dikush. dhe qysh pa reagon ti? Po përforna në këtyri dërgimin tam, po se më konë kam prejk dikush. E po tu të sha? Ja, se më rëndë të, se më konë kam prejk dikush, më shvinde. A, në të prej. Faleminderit për telefonatin, ju përshëndesim. Selam Selam aleikum. aleikum. Një herët nuk po marrim më regjia e telefonata. Duket që ashtu. Duket. Pastaj, dhe nësër më s'harra. Kur falim në namaz, në për shtëpit tona, po natyrë, kudo në tokë Zotit, kudo që shkan. Ka me lache, ka gjin. Dhe ne nuk i dim, se nuk i shofum, por mundësia që shumë herë, me ne të falen gjend është të mundshme, ekziston mundësia. Pra ta ne, kur japëm selam, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dësa dhe shtojmë e berekatu, njënë në. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ku një japëm selam? Kur hy këtu, dashën ty selam, a dash, ti sharë para meje. E këtu namaz ku në pjapi? Japi selam, gjematin që kam në të gjatë, nëse kam. Nëse s'kam japi selam, me lacës që kam në të gjatë, me lacëve tjera, gjenve, dhe randin fund dunjas këton. Po ashtu në të majtë. Assalamu alaikum wa rahmatullah, japi selam, me lacës që kam në të majtë, me lacëve tjera nëse jem prezent, edhe veç ka prezent, gjenve, njëzë nëse ka prezent, është më ra dhej në fund të dynjas. Kështu që është pra shumë e mundshme, kur të falem një namaz, që në ti nëse jemi të koncentru në namaz. Falen me ne gjend, por ka mundësi edhe me lachet në shoqëroj. Në shoqërojnë me lachet. Sepse me lachet knaqen. Dhe shoqërojnë muslimat. Kur janë me gjlise naja, që i bojnë për izat Zot, për hirë të Allahut, mësojnë njëri tjetërin, ngojnë derse, spjegojnë fejnë. Me lachet ullin aty, ingojnë,
edhe ato bashk. Dhe kime haditha. Po edhe namaz. Në gjemon me hadith. Kur typi imamin hëdve, me laqet herët në sabashkën para dyre xhamisë dhe rrinë me defter në dorë. Kush po vjen i pari, e shënojnë. Kush po vjen i dytë, e shënojnë. Kush po vjen i tretë, e shënojnë dhe kështu me radhë. E tani i pari që hen saatën e parë në gjemon, orën e parë, të ka në hadith, është se me afroni korbani deve, i dytë si një lopë, i tretë si një dashit, deri si një pullë dhe në fund sa deres ai që afron si një vë sadaka. Hypi imamin hëdbe, i mbyllin defterat me laqet, hynë mrena po të hadithi, hynë mrena. Edhe bashkë në gjemat, e ngojnë imamin. E shef, me laqet. Ta shky imami, kër i flet, gjematit atë i ka me laqet. Pra kështu, na dhe rëthoj neve. Edhe argumentit tjera kemë. Andaj edhe namaz, në shëqërej me laqet, po edhe gjend. Tani, nëse ti e koncentruar më shumë namazën, shalej për atyne, ka mundë si gjend të pëlqej namazën të në më shumë. Edhe të shëqërojnë, të prekin, që i bje, jenë të knaqën me ty, të vazhdo se na knaqe. Vazhdo. Po pëse unë më shashtëris, se ata gjenë jenë musliman, gjenë që fale me ty me ujën musliman, jenë vlazën tonë. Jenë vlazën tonë. Jenë vlazën tonë. Të vazhdo, jemi ka fundi për lexoj dy mesazhe, nëse ka mundësi si shkurt me qenë se po pyesin nga diaspora, si zakonisht një pjesë e madhe e audiencës, thotë selam aleikum, dy motra, njëna në Zvicër, njëna në Kosovë. Motra e Zvicrës e ka fiju djalin, po motra në Kosovë nuk ka shku sepse nuk e ka leju burri vet me shku për ndonjë arsye, pra në Zvicër. Në këtë rast, pas një kohe, motra në Zvicër o shtytnu e ka blloku këtë motrë në Kosovë në çdo numër ose rrjet social, a mundet hoxha me më dhoni sqarim cilën nga motrat e ka gabim ose çfarë veprohet në këtë rast? Gabim e ka motra e Zvicrës pa asnjë dyshim. Ajo ka hin hak sajna. Ajo ka hin hak. Kjo këto ka pas qef me shku. Dhe cila motër nuk ka qef me shku të motra vetë. Cila motër nuk ka qef me marrë pjesë në fejesen e nipit apo të mesës. Cila motër. Pastaj të gratë, kjo është halak, këtu kanë qef shumë gratë, këtu zjafetë, të bime gratë i dojnë shumë, i pëlqejnë. Por burri se ka leju. Tash kemi prish me burra. Gjëna është ashtu. Me bëhat presin motrës. Me bëhat presin motrës e ke bo zëllom. E ke hin hak. Mëse më ngarkë. Sepse i bjen me ngarku për te mundësie. Sepse ti pështi më ngarku mu, më prish me kanë, më prish gruja me burë. Me prish gruja me burë, për motër, i bjen me hedhru Allahun. Nuk ka motër e mira ja. Nuk është motër e mira ja. Motra do të me thonë motër. Fundja të paguaj dhe biletën. Du me të pa këto. Ste burri pare, unë të paguaj. Nëse më pyetje bileta. Unë të paguaj. Motra të paguaj biletën këto. Sepse fundja dhandrë se ka bërç me leu motrën me ngana për Gjermania për Zvicër. Se ka bërçaj. Voral, se ka bërç. Nuk e ka obligim. Të tërsen është kultura, edukata, mirësjellja, toleranca, shumë, të tërsen është ajo që ka njerëzore, por ligjore, me thonë më dënu më zoti, a hina në gjëna, a hina në hak, grus, që nuk e lash me shku në Zvicër, në një fejesa për darësën për motrës janë hak se kej. Për që të zjarëme nuk djegë, gjëhne. Tamam? Andaj, nuk është në regull kjo punë, tash bëll kjo i ka me të marak me ardhë. Sigurisht të prejke dhe më burët vetë, që se më le me shku. Tash hale dhe motra ti me ullnu, e ke nga rata qa me boj shkerita. Kam jam mojt. Po që shtu është kjo punë. E me pas thonë kjo, fillimisht nuk du me të ardhë, atër me thonë e motra, pëse zjenë të motra ti?
Sa zjen të motra. Dhe gjithmonë të qenë dhe parimi tjetër, hajë kësi opcione alternativa tjetër, s'ke mundësi me ardhë, unë të pagoj. Sepse për bëjnë një fejes për qikës e për djallë, kur të hargjatë të pare, pa dhe motra se ja paguj biletën, nuk bëhet nami me pagu motra se vlaut biletën. Nuk bëhet nami, njëse pagujnë shokve, shoqe, veç më ardhë, prezent. Tërë hoqë, përrizojme edhe një pyetje shpejt se kemi kalu kohën rregullt, thotë si duhet të sillen personat që kthehen nga haxhi. Shpesh herë kam pa në televizor dhe në telefon se janë hoxhë dhe haxhi, kur të vinë delegacionet femra, thotë i japin dorën, pra i flasin për dorë. Të i betashone, që kam i ba? Allah në drejtojtë e në. Të falenderoj, këtë është fundi për sonte, të nderuar miq, përmbyllim këtë emision, përmegjithësisht na vizitoni në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook, Doktor Shevçet Krasniqi, po ashtu e keni edhe aplikacionin për telefonat e mençur, mund të sharkoni aplikacionin dhe mund të informoheni mëgjithësisht për gjitha aktivitetet e Hoxhës. Selam aleikum dhe natën e mirë.